20 shenja që dikush po xhelozon ndaj jush, kini kujdes. Xhelozia është një ndjenjë universale që çdo njeri e ka përjetuar të paktën një herë në jetë. Ajo lind nga krahasimi me të tjerët dhe nga dëshira për atë që ata kanë. Por kur xhelozia bëhet e fshehur dhe e pashprehur hapur, ajo mund të shfaqet në forma të ndryshme, shpesh të vështira për t'u dalluar. Njohja e shenjave që tregojnë se dikush po xhelozon ndaj jush është thelbësore për të mbrojtur veten dhe marrëdhëniet tuaja. Në këtë video do të zbulojmë 10 shenjat më të zakonshme që tregojnë xhelozinë e fshehur dhe do të japim këshilla se si t'i kuptoni dhe menaxhoni ato. 1. Komplimentet e dyshimta dhe ironike. Një nga shenjat më të zakonshme të xhelozisë është mënyra si dikush ju komplimenton, por me një ton që duket i sforcuar, ironik ose sarkastik. Ata mund të thonë diçka pozitive në fjalë, por me qëllim për të ulur vlerën tuaj, shembuj, sa bukur dukesh sot, nuk e prisja. Po të isha në vendin tënd, nuk do të isha kaq i sigurt. Kjo është një mënyrë për të fshehur ndjenjat e tyre të pakënaqësisë dhe për të mos pranuar suksesin apo lumturinë tuaj. 2. Minimimi i arritjeve tuaja. Personat xheloz shpesh përpiqen të minimizojnë sukseset tuaja, duke i paraqitur ato si të rastësishme, të lehta ose të pakta. Shembuj, kjo nuk është ndonjë arritje e madhe. Çdo kush mund ta bënte këtë. Kjo shenjë është një përpjekje për të mbrojtur egon e tyre dhe për të mos pranuar që ju jeni më të suksesshëm në një fushë të caktuar. 3. Gëzimi për vështirësitë tuaja. Një person që xhelozon mund të mos tregojë mbështetje kur ju përballeni me probleme. Madje, ata mund të ndihen të kënaqur kur ju hasni vështirësi. Shembuj, ndodh edhe kjo. Mbase është koha të përjetosh edhe ti një dështim. Kjo tregon mungesë empatie dhe dëshirë për të parë të tjerët në pozitë të vështirë. 4. Përhapja e thashethemeve dhe fjalëve të pavërteta. Xhelozia shpesh shfaqet përmes përhapjes së lajmeve të pavërteta ose të egzageruara për ju, me qëllim për të dëmtuar reputacionin tuaj. Shembuj, kam dëgjuar që ajo nuk është aq e sinqertë sa duket. Ai nuk ka arritur asgjë vetë, gjithçka është rastësi. Kjo është një mënyrë për të ulur vlerën tuaj në sytë e të tjerëve. 5. Imitimi i zakoneve dhe stilit tuaj. Një shenjë tjetër e xhelozisë është kur dikush fillon të imitojë mënyrën tuaj të jetesës, stilin e veshjes, apo idetë që keni. Shembuj, fillojnë të përdorin fjalët apo shprehjet tuaja. Ndjekin hapat tuaj në karrierë apo në jetën personale. Kjo tregon dëshirën për të qenë si ju ose për të marrë vëmendjen që merrni ju. 6. Mungesa e mbështetjes dhe indiferenca. Personat xheloz shpesh shmangin të tregojnë mbështetje për arritjet dhe përpjekjet tuaja, duke u treguar indiferent ose të ftohtë. Shembuj, nuk u interesojnë sukseset tuaja. Nuk ju urojnë për arritjet. Kjo tregon mungesë respekti dhe dëshirë për të mos pranuar suksesin tuaj. 7. Krahasimi i vazhdueshëm me ju. Xhelozia shfaqet edhe përmes krahasimeve të vazhdueshme, ku ata përpiqen të tregojnë se janë më mirë se ju në diçka. Shembuj, unë kam bërë më shumë se ti në këtë fushë. Ti je i mirë, por unë jam më i suksesshëm. Kjo është një mënyrë për të mbrojtur vetvlerësimin e tyre. 8. Shpërqendrimi dhe sabotimi i përpjekjeve tuaja. Disa persona xheloz mund të përpiqen të pengojnë suksesin tuaj duke ju shpërqendruar ose duke sabotuar përpjekjet tuaja. Shembuj, nuk ju japin informacion të rëndësishëm në punë. Përpiqen të ndërpresin planet tuaja. Kjo është një mënyrë për të mbajtur kontrollin dhe për të mos lejuar që ju të ecni përpara. 9. Reagimet të tepruara ndaj suksesit tuaj. Xhelozia mund të shfaqet edhe përmes reagimeve të tepruara, si zili, nervozizëm apo mllef kur ju arrini diçka të madhe. Shembuj, shfaqin mllef kur merrni një promovim. Nuk mund të fshehin pakënaqësinë kur merrni komplimente. Kjo tregon se ata nuk janë të aftë të gëzojnë për suksesin tuaj. 10. Mosbesimi dhe dyshimi i vazhdueshëm. Personat xheloz shpesh nuk besojnë në sinqeritetin tuaj dhe dyshojnë në çdo veprim apo fjalë që thoni. Shembuj, dyshojnë në marrëdhëniet tuaja personale. Nuk ju besojnë kur tregoni sukseset apo vështirësi.
Kjo krijon tension dhe vështirësi në marrëdhënie. Si të përballeni me xhelozinë e të tjerëve, ruani qetësinë, mos u përfshini në konflikte të panevojshme. Vendosni kufi, mos lejoni që xhelozia e të tjerëve të ndikojë në vetvlerësimin tuaj. Kërkoni mbështetje, flisni me njerëz që ju duan dhe ju mbështesin. Mos u përpiqni të ndryshoni të tjerët, përqendrohuni te vetja dhe te rritja juaj personale. Jini të sinqertë, nëse është e mundur, flisni hapur me personin që tregon shenja xhelozie. 11. Sjellje pasive-agresive. Një shenjë e fshehtë e xhelozisë është sjellja pasive-agresive. Kjo përfshin veprime të fshehta që kanë për qëllim të dëmtojnë ose të krijojnë tension, por pa u shprehur hapur. Shembuj konkret: mos përgjigjen në mesazhe ose vonojnë përgjigjen pa arsye të qartë. Bëjnë komente të vogla që duken të parëndësishme, por që kanë qëllim për të lënduar. Refuzojnë të bashkëpunojnë në projekte apo aktivitete pa dhënë një arsye të qartë. Si të reagoni? Mos u merrni me lojrat e tyre. Komunikoni hapur dhe kërkoni sqarime. Nëse sjellja vazhdon, distancohuni emocionalisht për të ruajtur paqen tuaj. 12. Konkurenca e fshehtë. Xhelozia shpesh shoqërohet me një ndjenjë konkurrimi, ku personi përpiqet të jetë më i mirë, por në mënyrë të fshehtë dhe jo të drejtë për drejtë. Shembuj konkret: përpiqen të tejkalojnë arritjet tuaja në mënyra të ndryshme. Komentojnë në mënyrë negative për sukseset tuaja për të ulur vlerën e tyre. Shfaqin nervozizëm kur ju pranoni komplimente ose kur merrni vëmendje. Si të reagoni? Fokusohuni te vetja dhe te përparimi juaj. Mos u përfshini në lojra konkurruese që nuk sjellin asgjë pozitive. Mbani qëndrim pozitiv dhe mbështetës ndaj të tjerëve. 13. Mungesa e sinqeritetit dhe fshehtësia. Një person xheloz mund të fshejë informacion ose të mos jetë i sinqert me ju, për të mos ju lejuar të përfitoni nga mundësi të caktuara. Shembuj konkret: nuk ju informojnë për takime apo mundësi që mund t'ju interesojnë. Fshehin të dhëna që mund të jenë të dobishme për ju. Si të reagoni? Kërkoni transparencë në marrëdhënie. Mos mbështetuni vetëm tek personat që shfaqin këtë sjellje. Ndërtoni rrjetin tuaj të mbështetjes me njerëz të besueshëm. 14. Kritikë e vazhdueshme dhe pa arsye. Personat xheloz shpesh kritikojnë çdo gjë që bëni, pavarësisht nga përpjekjet dhe rezultatet tuaja. Shembuj konkret: komentojnë negativisht mbi mënyrën si dukeni, punoni apo silleni. Nuk vlerësojnë asnjë sukses apo përpjekje tuaja. Si të reagoni? Mos merrni kritikën personale. Analizoni nëse kritika ka bazë dhe nëse është e ndërtuar. Mos lejoni që kritikat e panevojshme të ndikojnë në vetbesimin tuaj. 15. Shpërfillja dhe indiferenca në momente të rëndësishme. Një shenjë tjetër e xhelozisë është mungesa e mbështetjes në momentet kur ju keni më shumë nevojë për të. Shembuj konkret: nuk shfaqin interes për ngjarjet e rëndësishme në jetën tuaj. Nuk ju urojnë në arritje apo nuk janë pranë në momente të vështira. Si të reagoni? Vlerësoni njerëzit që janë me të vërtet pranë jush. Mos kërkoni mbështetje nga ata që nuk e tregojnë atë. Ndërtoni marrëdhënie të shëndetshme dhe reciproke. 16. Shfaqja e mlefit dhe nervozizmit pa arsye. Kur dikush është xheloz, shpesh shfaq mlef dhe nervozizëm të pazakontë kur ju jeni pranë ose kur flitet për sukseset tuaja. Shembuj konkret: ndryshojnë humorin pa pritur kur ju merrni vëmendje. Shpërthejnë në nervozizëm për gjëra të vogla që lidhen me ju. Si të reagoni? Mos merrni përgjegjësi për emocionet e tyre. Mbani distancë emocionale për të ruajtur qetësinë tuaj. Komunikoni hapur nëse ndiheni të sigurt. 17. Përpjekjet për të kontrolluar ose manipuluar. Xhelozia mund të shfaqet edhe përmes përpjekjeve për të kontrolluar sjelljen tuaj ose për të manipuluar situatat. Shembuj konkret: përpiqen të ndikojnë në vendimet tuaja. Krijojnë situata ku ju ndiheni fajtor për sukseset ose zgjedhjet tuaja. Si të reagoni? Vendosni kufi të qartë në marrëdhënie. Mos lejoni që dikush të kontrollojë jetën tuaj.
Kërkoni ndihmë profesionale nëse ndiheni të manipuluar. 18. Shfaqja e mungesës së respektit në raste të xhelozisë së thellë. Mungesa e respektit bëhet e dukshme. Shembuj konkret, përqeshin idetë dhe mendimet tuaja. Nuk respektojnë kohën dhe hapësirën tuaj personale. Si të reagoni? Mos toleroni mungesën e respektit. Flisni hapur për ndjenjat tuaja. Nëse është e nevojshme, largohuni nga marrëdhëniet toksike. 19. Mos pranimi i faljes dhe përpjekjeve për pajtim. Një shenjë tjetër e xhelozisë është refuzimi për të falur ose për të bërë paqe pas konflikteve. Shembuj konkret, mbajnë inat për gabimet e vogla. Nuk janë të gatshëm të përmirësojnë marrëdhënien. Si të reagoni? Mos e merrni personal. Përpiquni të jeni ju shembull i faljes dhe mirëkuptimit. Nëse nuk ka përmirësim, rishikoni marrëdhënien. 20. Shfaqja e ndjenjës së inferioritetit në praninë tuaj. Xhelozia shpesh shoqërohet me ndjenja të thella inferioriteti që shfaqen në mënyra të ndryshme. Shembuj konkret, përpiqen të tregojnë superioritet në fusha të tjera për të kompensuar. Shfaqin nervozizëm kur ju jeni në qendër të vëmendjes. Si të reagoni? Jini të durueshëm dhe empatik, por mos lejoni që kjo të ndikojë në vetvlerësimin tuaj. Ndihmoni nëse është e mundur, por ruani kufijtë tuaj. Përfundim. Xhelozia është një ndjenjë komplekse dhe shpesh e vështirë për t'u menaxhuar. Njohja e shenjave të saj është hapi i parë për të mbrojtur veten dhe për të ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme. Mos harroni se suksesi dhe lumturia juaj nuk varen nga ndjenjat negative të tjerëve. Ruani qetësinë, vendosni kufi dhe përqendrohuni te zhvillimi personal.